Elvis Shkambi shpalli sot falje publike për sa i përket vrasjes së gjyqtarit Asit Kalaja. Ka shkruar një vendim shumë thellë për këtë ngjarje. Kjo ngjarje është krijuar si shkak i akumulimit të stresit dhe shumë vite kalvarit vujtjes tyre si familje në gjykata civile, ka qenë në kushte të rënditjes lartë psiqike në marrjen e vendimit, i cili ka krijuar një rënditje të thellë psiqike dhe ka kryer një krim të tillë. Shteti Elvis Shkambi poli dhe e saroi pozicionin e tij në lidhje me krimin e kryer në kalvarin e gjykatave civile në Shkodër dhe Apel, dhe ku kërkoi që drejtësia ka dështuar në këtë proces. Gjithashtu shtetës Elvis Shkambi poli me elokuencë fantastike për sa i përket momenteve të ndodhjes së krimit, pra në momentin që ka ndodhur sot, në momentin që është dhënë vendimi, ai është rënditur thellë dhe në këtë moment ka shtënë drejt gjyqtarit Asit Kalaja.